Jam këtu për të dënuar me forcë sulmet e përditshme të kryeministit Rama ndaj drejtësisë dhe SPAK-ut. Prokurorët dhe gjykatësit po përballen me kërcënime për jetën. Prokurorëve dhe gjykatësve po ju rrezikohet jeta. Në këto kushte Edi Rama vazhdon denigrimin e tyre. Dënojmë gjuhën e tij linçuese, intimiduese dhe kërcënuese ndaj drejtësisë, ndërkohë që gjykata kushtetuese është mbledhur prej javësh dhe po shtyn vazhdimisht vendimin historik në lidhje me kërkesën e SPAK-ut për pezullimin e zëvendës kryeministes Balluku, e cila akuzohet se ka abuzuar me paratë të qytetarëve shqiptar. Edi Rama po kërkon të mbaj peng gjykatën kushtetuese dhe rrjedhimisht vendimin që do të ndal një herë mirë të shkuarën e pandëshkueshmërisë nga e ardhmja ku të korruptuarit dalin para drejtësisë. Sulmet po kryen nga vetë Edi Rama, nga analistët dhe gazetarët pranë tij, nga ministrat dhe deputetët e maggjorancës dhe nga krimi i organizuar. Shpifjet e vazhdueshme në lidhje me akuzat e pavërteta që prokuroria dhe gjykata arreston njerëz pa gjyq janë një kërcënim i hapur dhe direkt ndaj përpjekjeve të prokurorëve për të çuar para drejtësisë zyrtarët e lartë. Prokurorët përballen çdo ditë me kërcënime. Ndaj ju bëj thirrje ambasadorëve të vendeve perëndimore në Shqipëri, të ngarkuarës me punë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasadorit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, ambasadorit gjerman, ambasadorit britanik, italian, ati holandez, dhe çdo përfaqësie diplomatike perëndimore në Shqipëri, të vazhdojnë të mbështesin drejtësinë dhe të bëjnë thirrje për ndalje të menjëhershme të sulmeve ndaj drejtësisë, ndaj prokurorëve dhe ndaj gjykatësve që po luftojnë korrupsionin. Shqiptarët mbështesin drejtësinë, duan fundin e pandëshkueshmërisë në Shqipëri. Nga mbështetja e luftës ndaj korrupsionit varet e ardhmja e Shqipërisë. Ju bëj thirrje të mos heshtni. I bëj thirrje gjithashtu qytetarëve shqiptar të dalin aptas në mbrojtje të drejtësisë, në mbrojtje të luftës kundër korrupsionit. Siç e dini, Partia Mundësia ka filluar një fushat në mbrojtje të drejtësisë dhe luftës kundër korrupsionit. Deri më sot kemi mbledhur pothuajse 50.000 firma, qëllimi ynë është të mbledhim 100.000 firma dhe këto firma t'i çojmë në Kongresin Amerikan, në Parlamentin Evropian dhe në parlamentet e vendeve partnere. Është e rëndësishme që secili prej nesh, çdo qytetar shqiptar të ngrijë zërin, të firmosi në mbrojtje të drejtësisë. Është detyra e çdo qytetari. Ta bëjmë këtë për Shqipërinë, për të ardhmen e Shqipërisë, për të ardhmen e fëmijëve tanë.